Si do të bëhet aplikimi për përfitimin e kompensimit për fëmijët pas plotësimit të deklaratës vjetore për të ardhurat personale DIVA, pasi ka rezultuar individi me tatim të mbipaguar. Fillimisht do të deklarohen të dhënat e llogarisë bankare. Pasi keni hyrë në e-filling im tek rubrika detajet e bankës, do të kalohet tek nën rubrika profili im, ku do të mund të plotësohet formulari me të dhënat e kërkuara. Konkretisht, emri bankës ku është hapur llogaria bankare, e dhënë që listohet nga sistemi dhe përzgjidhet nga deklaruesi. Mëtej do të plotësohet manualisht numri i llogarisë bankare, IBAN, ndërsa numri SWIFT shfaqet automatikisht në sistem. Në opsionin lloji monedhës, do të përzgjidhet monedha lek dhe në opsionin e vlefshme nga, do të shënohet data nga është e vlefshme llogaria bankare. Kujdes, informacioni duhet jetë shumë i saktë, bazuar në informacionin e marrë nga banka apo nga aplikacioni online. Mëtej, në e-filling im, do të përzgjidhet rubrika çështjet e mia, mbi të cilën do të klikohet. Më pas, do të dalë moduli lloji i çështjes, që mundson 4 opsione zgjedhjeje, por do të klikohet mbi opsionin e dytë të pyetje të përgjithshme, me qëllim për të krijuar një çështje të re. Pasi ke krijuar një çështje të re, do të shfaqet një format i bardhë i paplotësuar, ku do të mbushet me tekstin e kërkesës për rimbursimin e tatimit të mbipaguar. Kërkesa do të plotësohet me përshkrimin: emër mbi emër, me numër identifikimi, paraqes kërkesën për rimbursim apo kompensim të DIVA-s. Përveç kërkesës, individi duhet të bashkangjit edhe dokumentacionin përkatës, dokumentat me të dhënat e llogarisë personale bankare IBAN, certifikatën familjare ose dokumentacionin justifikues që vërteton shpenzimet e kryera për arsimin e fëmijëve. Në këtë rast, janë të vlefshme vetëm faturat e fiskalizuara të shpenzimeve për arsim për fëmijët për vitin 2025.